إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na begatoi me shumë begati. Një ndër begatit më madhështore është që Allahu Azza wa Jall na obligoi dhe na njoftoi me litarin që e lidhe robin e tij me Zotin e tij. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë me një vepër më të çmuar, më madhore, më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. E për fat të keq, ka shumë prej muslimanëve që e anashkalojnë, e neglizhojnë këtë vepër që e don Allahu Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, treguam dersin e kaluar se çfarë fiton njeriu nëse vepron vepra që i don Allahu Azza wa Jall dhe çfarë humb nëse i neglizhon dhe i lën ato vepra që i don Allahu Azza wa Jall. Pra treguam hadithin e pejgamberit Allahu që transmeton Imam Buhariu, që tregon Allahu Azza wa Jall, pra hadith al-Qudsi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu, s'ka vepër që afron robin e tij më afër dhe më shpejt tek Allahu Azza wa Jall se sa vepra që Allahu Azza wa Jall i obligoi. Përse Allahu Azza wa Jall i don farzet të më së shumti. E para që nga se farzet janë titulli i adhurimit të robit ndaj Zotit të vet. Me kryerjen e farzit njeriu realizon qëllimin e krijimit të robëve të Allahut Azza wa Jall. Nga se thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjinët dhe njerëzit nuk i krijova për diçka tjetër, vetëm që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Pra njeriu me kryerjen e farzeve faktikisht realizon qëllimin e krijimit, qëllimin e ardhjes son në këtë botë. E dita nga ajo nga se është urdhim Allahut Azza wa Jall. Dhe si thonte Ibn Qayyim, ai që e çmon Allahun Azza wa Jall e çmon dhe urdhin Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu i don farzat nga se veprat janë më së shumti që njeriu e fut në strehimorën e Allahut dhe afron afër Allahut Azza wa Jall. Dhe i don Allahu Azza wa Jall farzat për shkak se farzat janë shkaqe që njeriu e bëjnë të lumtur këtë botë dhe janë mjete që shpëtojnë në ahiret. E vepra prej farze më së shumti që Allahu Azza wa Jall e don, siç ka thon Ibn Taymija, se Allahu Azza wa Jall nuk ka obligu pas imanit, pas tauhidit diçka më madhore, më të çmuar se sa namazin. Nga se Allahu Azza wa Jall të gjithë obligimet i obligoi në tokë, ndërsa namazin Allahu Azza wa Jall e obligoi në qiell. Të gjithë obligimet Allahu Azza wa Jall i obligoi me ndërmjetësues. Namazin Allahu Azza wa Jall ja obligoi ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pa ndërmjetësues. Namazi krija e islamit, që ka thonë pejgamberi Allahut, namazi është shtilla e dinit Allahut Azza wa Jall. Pra namazin Allahu Azza wa Jall e rënditi me një herë pas shahadetit. Nën kupton se është vepër më madhore që e don Allahu Azza wa Jall.
Allahu Azza wa Jall namazin e veçoi, ku Allahu Azza wa Jall e obligoi fillimisht 50 kohë namazi gjatë ditës. Për këtë arsye kanë thonë dietarët se namazi është më madhore, më i çmuar te Allahu Azza wa Jall sesa agjerimi, është më madhore sesa zekati dhe krirja haxhit, nga se këto obligohen një herë në vit. Ndërsa namazi përsëritet për çdo ditë, pra nën kupton se namazi a vepra më madhore që don Allahu Azza wa Jall. Pra thonte Imam Ahmed ibn Hanbeli se nuk arsyetohet për mos krirjen e namazit vetëm një njeri. A di cili është njeriu që arsyetohet? Njeriu i çmendur që e kalon ajo që s'mund të don të bardhën nga e zeza. Arsyetohet vetëm ai njeri që s'din të logjikohe, i vetmi që arsyetohet për braktisjen e namazit. Ndërsa për agjerim, për zekat dhe hax arsyetohen shumë njerëz. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye thonë te pejgamberi Allahut se shtilla e Islamit është namazi. Por derisa ka shkuar larg, derisa ka thonë pejgamberi Allahut para në çështje që njeriu llogaritet në ditën e Kiametit, vëllezër të ndershëm, është namazi. Dhe thot pejgamberi Allahut, nëse namazin e ka në rregull, gjithë veprat do të jenë në konsiderat të Allahut Azza wa Jall. Nëse namazin nuk e ka në rregull, faktikisht sipas këtij hadithit pejgamberit Allahut, Allahu Azza wa Jall as nuk pyet për veprat tjera. Pra nuk pyet për agjerimin tan, e as për haxhin tan, e as për zakatin tan, e as për lëmoshën tonë, e as për veprat tjera. Për derisa ti e ke neglizhu, e ke anashkalu, nuk i ke dhënë rëndësi çështjes më madhore që Allahu Azza wa Jall mësë tepër e don. Pra transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mesudi, një shok i pejgamberit Allahut, i cili thot, o pyet pejgamberi Allahut dhe i than, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur tek Allahu? Tha pejgamberi Allahut, krirja e namazit në kohën e vet. Krirja e namazit në kohën e vet. Një ndër veprat më madhore, më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Transmetuesi këtij hadithit është Abdullah ibn Mesudi, barat Abdullah ibn Mesudi, siç transmeton Imam Muslimi. E transmeton dhe thonte, kush ka dëshirë që të takon Allahun Azza wa Jall si musliman, let kujdeset për 5 vakt namaz. Kush ka dëshirë, jo nuk ka fjala hoxhës, a fjala e talebas pejgamberit Allahut. Abdullah ibn Mesudi thot, kush ka dëshirë që nesër të takohet me Zotin e vet si musliman, let kujdeset për namazin e tij. Dhe thon te Abdullah ibn Mesudi, let kujdeset që të fal namazin e tij me xhamat. Nga se falja e namazit me xhamat, thon te Abdullah ibn Mesudi, është nga sunetet e pejgamberit Allahut. Dhe ai që i lën sunetet e pejgamberit Allahut, thon te Abdullah ibn Mesudi, do ta humbë rrugën. Pastaj tha Abdullah ibn Mesudi në kohën ton, ai që mungon të në xhami, ai që mungon të në namaz, ai që mungon të në kohën e namazit, e konsideroshim si hipokrit. Për këtë arsye transmeton Ebu Ishaq es-Sebi, i cili thot, shokët e pejgamberit Allahut kur e ndëgjojshin ezanin u ngriçin sikur se nuk e njohin askënd. Si ta njohin dikan kurse muezini thërët, e përsërit shomer dhe thot, Allahu Akbar, o ti që jenë detirën tonë. Vërtet detira jote është madhore, mirë po Allahu është më i madh se detira jote. O ti që jenë biznisin tanë, vërtet biznisi jote duhet t'i kushtohet rëndësi, mirë po Allahu Azza wa Jall është më i madhi se biznisi jote. O ti që jenë punën tëne, puna jote është madhore, mirë po Allahu Azza wa Jall është më i madhi, më i çmuari se sa puna jote dhe detira jote. Kush të dha takat, kush të dha mençori, kush të ngritin këtë pozit, a nuk është më i madhi? Përse e braktis më të madhin që të mirësh me diçka që është nën ta. A ka mundësi që Allahu të jetë më i rëndom vëllezër të ndershëm sot se sa detira jonë? A ka mundësi që muslimani ti thot vajet e ti se jam musliman, ndërsa ti frikët dikojt më shumë se Zotin vet?
A ka mundësi që muslimani ti thot vetës musliman, e të shpreson dhe të lakmon nga dikush ma shumë se nga Zoti vetë? A ka mundësi që dikush të vetës ti thot musliman, e pastaj ti përgjigjet të gjithëve, vetëm Zotit vetë mos ti përgjigjet? Para të thënë selefët, si të donë Allahu Azza wa Jall një njeri që e thërët Allahu 5 herë të komunikon me ta, e ai nuk pranon të komunikon me Zotin e vetë, si po donë ti me dosh Zoti jotë. Pra të parë tonë thot ai që ka dëshirë të komunikon, të bisedon me Zotin e vetë, le të bën namaz. Ndërsa ai që ka dëshirë që Allahu Azza wa Jall të komunikon me ta, le të lexon Kur'an. Gjatë namazit dhe të ndërshëm ne komunikojmë me Zotin tonë, ndërsa ndoshta gjatë leximit të Kur'anit është Allahu që komunikon me ne. Pra namazi a diçka që i përfshin këta të dijat. Pra e përshin atë që komunikon ti me Zotin tënë, elen detyrën tënë, elen pozitën tënë, elen obligimin tënë, ilen krejt pas shpinëj dhe i thua Allahu Akbar, vërtet ti e maj madhi, ai që më ka bo mua të jem këtë gjendje në këtë vend, nga se ti e maj madhi më ka fkeftu në këtë vend. A di vëllai i dashur musliman, kush është ai cili rebelohet në kohën e namazit hik, i vetëmi që hik është shejtani, siç ka thënë pejgamberi Allah, që transmeton Ebu Hurajra këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu, që thot pejgamberi Allah kur ta ndije ezanin shejtani hik edhe nxjerr zhurmë gazi, për çka se nuk ka dëshirë të ndëgjon fjalën Allahut Azza wa Jall. Mirë por i kthehet sërish e pastaj kur therët i kameti hik, nga se s'mund të përballoje. Ata të cilët s'kan mundësi të përballojnë lejo të ndërshëm janë ata të cilët janë manipulu nga iblisi, nga shejtani, ti lakmon të hish në xhennetin Allahut, ai cili u debua nga xhenneti Allahut për shkak një arsye, të njëjtën arsye vëllezër të ndërshëm mund ta kem unë dhe ti. A din cila ishte arsye iblisi që Allahu Azza wa Jall e nxori nga xhenneti, siç transmetohet me disa transmetime se shejtani adhuroi Allahun Azza wa Jall 8000 vite, e pastaj o rebelua ndaj Zotit vet, nuk pranoi vetëm një sejdë Zotit vet me ja bë, nuk pranoi vetëm një urdhër të Zotit vet me praktiku. Allahu e nxori nga xhenneti, e boni lanet dhe mallkoi, ndërsa unë dhe ti tentojmë të jem xhenet li pa asnjë sejdë të pa ja bë Allahut Azza wa Jall asnjë sejdë. Para mendo dallimin, diferencën e madhe mes neve dhe atinve. Para do lejo të ndërshëm shokët e pejgamberit Allahut, Ebu Ishaq es-Sebi thonte, kur e ndëgjojshin ezanin, ju zbete fitira atyre sikur mu thirrën ato me dal në ditën e Kiametit, sikur mu thirr ato që me prezentu para Allahut. Para të Fudail ibn Iyadi thonte, o ti që ende se ke rregulluar raportin tan me Zotin tan këtë dunja, o ti që ende s'din të komunikosh me Zotin tan, qish para mendon me dal pranë Zotit tan ditën e Kiametit? Si e mendon ti me dal gaditu para Allahut ditën e Kiametit? Kurse ende si e gati të dilsh para Zotit tan këtë dunja, dhe thonte Omer ibn Abdul Aziz, s'ka send më të vlerëshme të Allah pas tauhidit dhe besimit se namazi. E nëse dëshiron me ditë çfarë pozite ke te Zoti jot, këshire namazit çfarë pozite ka në zemrën tone, aq sa ka pozit namazin zemrën tone, çaq ke pozit te Zoti jot. Aq sa namazi ka pozit zemrën tone, aq sa kujdesesh për namazin tan, aq ke pozitit e Zoti jot. Para të thonte Fudail ibn Iyadi, kujt Allahu Azza wa Jall ja don të mirën, ja hap dirët e namazit, që nuk lodhet ai namazin e vet asnjëherë dhe nuk pushon ai dhe nuk qetësohet asnjëherë vetëm në namaz.
Këto që cëtësohen namazi janë që i përnjojnë pejgamberit Allahut, I cili thonë të pejgamberi Allahut ju drejton të Bilalit dhe I thonë të erihna biha ja Bilal, ngritë e zonin o Bilal që të pushojmë në ta. Dhe nuk I thonë të Bilalit si shmendojnë disa musliman dhe që e komentojnë apo e paramendojnë erihna minha ja Bilal, kerina një detir shpejt o Bilal. Mirë po I thonë të Bilalit o Bilal ngritë e zonin që ne të pushojmë në ta. Dhe thonë të pejgamberi Allahut kënaqësia e krejt dunjas mu ka grumbullu, mu ka mbledh namaz. Para të thonë të Ibn Qayyimi se mburoja dhe kënaqësia e shpirtit është në namaz, o namazi a ushqimi zemrës dhe namazi a kënaqësia e syrit. Pra lejo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall kot e kot nuk na ka thirrë neve vetëm për çka se na don, dhe Allahu Azza wa Jall nuk ja bonson çdo kujt të qëndron pranë Atij, vetëm ato që I ka veçu e Allahun Azza wa Jall ne luzmi të jemi nga të veçuarit deri në frimarjen e fundit, për çka se thot pejgamberi Allahut, le të din ata që e braktisin namazin se tek Allahu Azza wa Jall nuk kanë garancion, tek Allahu Azza wa Jall nuk kanë garancion, nuk kanë siguri. Kanë thonë komentatorët e këtij hadithi që të ka transmetu Imam Ahmedin musnedin e tij, çka do me thonë garancion dhe siguri? S'kan këto garancion se Allahu I furnizon ato këtë dunjo. Nuk kanë siguri ata që Allahu Azza wa Jall I mbron prej dënishër. S'kan garanci se Allahu Azza wa Jall I mëshiron. S'kan garanci që Allahu Azza wa Jall I shpëton ditën e Kiametit. Para të thonë të Ibn Qayyimi, ai që e braktis namazin Allahu Azza wa Jall, atë njeri e sprovon dhe ndëshkon me 6 lloje ndëshkime të dunja para ahiretit. E para prej atinve të ndërshëm si që thonë të Ibn Qayyimi, ai që nuk ban namaz, Allahu Azza wa Jall e ngrit bereqetin e jetës e tij, e ngrit begatin nga jeta e tij shkon prap. Ai nuk ka bereqet në jetën e vet, apo thonë të Ibn Qayyimi as në mallin e vet, e as nuk ka bereqet në vladin e vet. Para ta të parton kanë pas ma shumë bereqet se na, edhe pse kanë morë ma pak se na, nga se Allahu Azza wa Jall I ka qua atyre e bereqet se kanë kujdes për hakin e Allahut Azza wa Jall, ndërsa ne kohën e Allahut dhe hakin e Allahut kemi tentu me grabit, ndërsa pejgamberi Allahut thonte se hajdoti më I madh është ai I cili vjedh në namaz. Ban namaz dhe vjedh namaz. Hajdoti më I madh është ai I cili grabit nga namazi, ai që grabit namaz. Tha ja Rasulullah, si ka mundësi njeriu të grabit në namaz? Tha kur shkon në ruku, tha nuk qetësohet në ta, ki është hajn, tenton që vetëm ta krije për si e faqe, që ka thonë Allahu Azza wa Jall për këta lloj njerëz, wailul lil musallin, mjeri ato që bojnë namaz, mjeri ato që bojnë këtë manirë namaz, alladhina hum an salatim sahun, ato të cilët nuk I kushtojnë kujdes namazit të tyre. Hajnë namaz, hajnë kohën e Allahut, hajnë obligimin e Allahut. Për këtë arsye Ibn Qayyimi tha e para aty në ngritë Allahu bereqetin nga jeta e tyre. E dita për aty në Allahu ja shuan dritën nga fitira e tyre. E dallon muslimanin namazlin pleçni dhe atë që nash nuk është namazlin. Pa ata Allahu Azza wa Jall ja shim dritën që ja dhuron muslimanit në fitirën e tij. Fitira e tij ja rrësohet, trishtohet ti me taku ditën e mos flas minut. E treta be aty në tha Allahu nuk janë ngritë veprat atij, as një vepër nuk e ngritët që të regjistrohet në regjistrin e banorëve të xhennetit. Allahu na fal.
Allahu azza wa jalla na rujt ta nuk I ngritën ati veprat tek Allahu. Allahu nuk ja ndëgjon ati lutjen, Allahu nuk I përgjigjet ati dhe privohet ki njeri nga lutjet e muslimanëve. Nga se pejgamberi Allahu na ka mësuar që ne kur e kërnojmë etahiyatin, çojmë salavat mbi pejgamberin Allahu dhe lutemi për të gjithë muslimanët e mirë. E nuk është musliman I mirë ai që s'bën Allahu azza wa jalla namaz. Privohet nga doja e muslimanëve dhe tha Ibn Qayyim gjithashtu del prej kësaj dunjaje pa iman. Nuk ja mundson Allahu ta shqipton shahadetin në frimarjet e fundit, ai që obligimin Allahut azza wa jall e kalon pas dore. Parat Ibn Jauzi thonte, njeriu me pa vetën e vet duke vdek, jo namazliu. Tha ishte të ret shpirti vet para se të ret trupi vet. Nga vështërsirat që I përjeton, jo namazliu. Kur ja dorëzon shpirtin Allahut azza wa jall, pa thonte Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai cili ja kthen shpinën dinit Allahut azza wa jall ka jetë me mbrenga, dhe ditën e Kiametit Allahu azza wa jall e ringjall atë verbër. Pra Allahu të ndërshëm, ne mos me qenë nga ato të cilët jetojmë jetën me brenga, I ngushtohet gjoksi ti, shkëputen lidhjet me Zotin e vetë. Ki njeri s'ka mundësi të ketë përfundim të mirë, gjithë ato qastet e vdekjes nuk ja mundëson Allahu azza wa jall që të vdek zanana në tishmarin e besimit të që ta shqipton shahadetin, dhe runa Zot ki njeri a që me pa vetën e vetë, jo ki qallot, mirë po ki qanë, ki njeri gjak me pa vetën e ti që ka ndodhë me ta në varë. Ko thot pejgamberi Allahu te ka pa një ëndër dhe ëndrat e pejgamberëve janë hak. Njani pre atinve e pa se një njeri mshonte në kokë njeriu, t'ja çonte kokën derisa të runë t'i dishin jashtë. Pastaj pejgamberi Allahu pyet se çfarë po ndodh me këto. Tha ki ka qenë njeri që se ka pris gjumin me fal namazin e sabahut. Ki njeri ka pritu më qunë mëngjes. Ki njeri ka pritu me ja prishër ati në vetët ati në ajo gjumin vëllet të ndërsh. Ma e të mërsh me këto ditë që kam vërejt edhe inshallah nuk e shof dhe nuk përsëritët as njëherë. Ma e të mërsh me nuk ja prish vëllet të ndërshëm ekspresit dhe kafës. Muezini thëriste Allahu Akbar, hayal as-salah, hayal al-falah. Ndërsa disa musliman të parit saf që I kemi pas me një kohë, I pas me një kafe që ndjekshin ato ndeshjen edhe sikur që mos me mor frim. Me I pas thonë ati Ronaldo dhe Messi mos merë frim, janë gjengje mos me mor frim. Vlonte ati muzika dhe cigarja vëlledhë të ndërshëm Allahu të thërët hayal as-salah, hayal al-falah. E janë namaz, e janë shpëtim. Për këtë arsye vëlledhë të ndërshëm Ibrahim an-Nakha'i pa të drejtën kur tha se shokët e pejgamberit Allahu nuk I kanë konsideru çështje si konsiderojmë ne. Ne elhamdulillah dit vetëm bajram na vend mot edhe elhamdulillah ne ko shkojmë xhallat për me ja shkoqit familjarëve të tyre ka 10 euro, ata jo xhenet li e bojmë, po e kalojmë edhe për te xhenetit, e bojmë ata shehid I xhenetit. Para do lejo të ndërshëm për çka ndërsa të partë ton thonte Omer ibn Khattabi kur qëndronte mimberin e pejgamberit Allahut në këtë vend ku po qëndron, thonte monen men, ai që nuk e pranoi, që nuk e përfill namazin, ai që e neglizhon namazin, mos le manet në dorën e tij se ato të tjerët I përbuzë edhe më shumë. Ai që ta përbuz namazin, qerat dhe veprat I përbuz dhe ma shumë. Ai që kujdeset për namazin e vetë, ai kujdeset për çështjet edhe ma shumë. Ibrahim an-Nakha'i tha sahabat shokët e pejgamberit Allahu, nëse shifshin njeri që kujdeset për namazin me mirë me njëherë me ndoshin mirë për to, e nëse shifshin njeri që neglizhon të namazin, thoshin loj dur piti se s'ka kur gjape ati.
Edhe praktikisht do të ndershëm, më pëlqejti një tregtari i cili than punën time, tha unë i baj iman në punë vetëm namazlit. A din për s'ke namazlit? Dhe atinve tha i tham ku ta baj kontratën dëgjo. Nëse ke nevoj për diçka më njofto, më informo, mos prek në kac, mos prek në xhepin e ujë për shkak se nuk të ka morë që namazlije i përkërier, po të ka morë namazli për shkak se nëse min hak në ditën e kiametit, kam që ka me morë për ti. Kam që ka me morë për ti, e që ka të marë për ati jo namazlijet. Për ata namazlit ta i bënsoj unë në firmën teme për çka këse. Nëse mbojnë ato hilë, nëse ato bojnë dredhira, leta din se në ditën e kiametit kanë mu balavaqiu me mu, dhe unë kam i amorën, më të përkrierën, më të dashurën, më madhorën namazin e tyre. Për ata qelisi të namazli për çka këse çështje nuk ka shajgare, po ne nuk e dim se kur takomi me Allahun Azza wa Jall e mos preso se keme shpëtu në ahiret pa namaz. Mos dil në ditën e kiametit me thonë hoxha Veniçis në stregove, unë ndëgjova një hoxh që sa vetëm me shahadet shpëto, nisu me atë hoxh. Unë nuk gjej dhe nuk kam gjet ale argument që një njeri në ahiret ka shku në xhenet pa namaz përveç se një argumentit. Dhe vlen me përmend që e transmeton Ebu Hurajra që erë një njeri në kohën e pejgamberit Allahut, si që duket ka qenë luftën e Uhudit, dhe i tha pejgamberit Allahut, tha ka marrë ja Rasulullah për shof se po të bojnë sullum, më ka motivu që të përkëraj, tha ja Rasulullah, tha du me pranu islamin, mirë po ta zhvilloj njerë, apo ta pranoj islamin. Tha pejgamberi Allah, tha pranoj islamin, dhe ki njeri e pranon islamin para dreke, nuk mrin dreka vetëm ben shahid. Tha Ebu Hurajra, veç këtë njeri e di që ka hinë xhennet pa namaz, e ne vëllezër të ndershëm të t'i hap misin të t'i qelmi, për çka se veprat janë peng në qiell, janë peng në qiell, nuk hapën dirë të qiellit pa qelsin e namazit. Namazi a qelsi i qiellit, namazi në fe a sikur koka për trupin dhe zemra për organet. Ke kujdes, mos neglizhon këtë çështje, mos ta bëhesh bardh dikush apo rrafshe. Te Allahu Azza wa Jall nuk shkohet pa namaz. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na i dashuron namazin në zemrat tona. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra dhe të ndershëm, për me ditë se sa është tragjike lonja namazit, na informon Ibn Qayyimi, si që ka thonë mjeku i zemrave, i cili thot se lonsi namazit është ma i ligë se sa zinaqari. Me lon namazin është ma ketë se me bon zina, me lon namazin është ma ketë se me pi alkohol, me lon namazin është ma ketë se me vjedh, po dhe me lon namazin është ma ketë dhe ma tragjike se me mbyt njëri. Pra të Ahmed ibn Hanbeli thënte, o ti që ke braktis obligimin Allahut, a e din se si pas rregullat e islamit ty nuk meriton me të qefinos, nuk meriton me të pasëru dhe nuk të falet namazi, po edhe atë që banon edhe pas vdekjes tane ke o zërpu vendin në vendin e muslimanve. Nuk vërosët jo namazlion në vërrezat e muslimanve. Kështu ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, s'po tham unë e vëllezër të ndërsh. Pra edhe pas vdekjes tane ti makatar, gjunaqar, për çka se ke osërpur një vend që nuk e ke vendin aty. Pra vëllezër të ndërshëm, le t'i jap misit kur na i lipin edhe vajzat tona djelmosha që nuk bojnë namaz. Mos ja jepni vajzat atyre nga se nuk lejohet me martu vajzën që ban namaz me nja që nuk ban namaz. Po dhe më tragjike është vëllezër të ndërshëm se dhe me bon një qa, nuk kanë një qa ato që nuk bojnë namaz. E nëse fillojnë namazin duan tari për të rinë një qajnë e tyre. Kjo afe Allahu Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall në ka zbrit dhe neve, nuk në ka porosit që ne të shtremojnë fenë Allahu si në donë nefë si jonë.
po na ka porosit Allahu Azza wa Jall që ta përcjellmi emanetin Allah. A e kuptoni sa tragjike është lënia e namazit? Para të pejgamberi Allahu të nda prej kësaj dunjaje dhe shqiptimi dhe porosit dhe testamentin e fundit të la pejgamberi jot është namaz, o ummet, nuk e përfshin shefati pejgamberit Allahu ti jo namazlion. Para mendoj vetën tonë ditën e kiametit ringjallësh në errësirë s'ke drit është namazi, nuk ka drit ai që nuk i ka bo Allahu Azza wa Jall namaz, nuk ka shefat nga pejgamberi Allahu ai që nuk i ka bo namaz. Ma tragjike që ku ndërmjetësojnë muslimani me për muslimanin, ndërmjetësojnë ditën e kiametit. Thot ja Rabi kena i pas disa dashamir, disa fqin, disa vledër këtë dunja. Thot Allahu Azza wa Jall shkonin xhenem kërkoni, dhe ato i kërkojnë dhe i gjejnë vetëm namazlit, gjona qarë që ka një xhenem, nga se Allahu Azza wa Jall ja ka bo haram xhenemit që ti gjek gjimtirat e namazlive. Pra kur e ke përvel kraun me moravdes thua elhamdulillah Zot që edhe nëse bo mu xhenem li Allahu na rujt pej xhenemit mirë, po Allahu Azza wa Jall ja ka ndalu xhenemit që ti gjek gjimtirët e abdesit. Pra do leotën dërshën thënë të Abdullah Mesudit ditën e kiametit, disa njerëz kanë murin gjallë dhe kanë me hec me fityra. Thënë ja Rasulullah, si ka mundësi njeri u me hec me fytyrë? Tha pejgamberi Allahut, ai që ja ka mundsu me hec me kam, ja mundson me hec me fytyrë. Abdullah Mesudi tha, dikush janë të parë që zvaritën ditën e kiametit. Ato që ecin me fytyra në ditën e kiametit janë jo namazlit zvaritën, zhak shkojnë, a dini përse? Si thonë të Abdullah ibn Abbasit e këfjallë Allahu Azza wa Jall të thotë Allahu në Kuran Kerim, ja o me ju këshefu anë sakin wa ju daune ila sujudi fela yastati'un khashiatan absaruhum tarhaqum dhillah dhalike bi annahum kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ditë e kiametit ku që faqat të meri urnohen bojnë sejtë, Abdullah ibn Abbasi tha kjo, edi përgan, për jo namazlit, bani sejtë dhe s'mujnë me i bo sejtë dhe Allahut. Tha për çka këseja, kur kanë mujtë me i bo sejtë dhe Allahut, si kanë bo, Allahu i privonë dhe në ditën e kiametit me i bo sejtë dhe. Ti që nuk pranon që fitira jote në tepin që ti bere sejtë dhe Allahut, dije vëlla i dashër musliman në ditën e kiametit, kje muzvarit zhak me fitir në ditën e kiametit. Për ata thuj elhamdulillah o Zot që më mundësove ti me të botë sejtë dhe mu afru të Zot i jem. Për atë thënë të Allahu Azza wa Jall wasjud waqtari, ban sejtë, për ule kokën tonë në këtë dunja që të aferohesh trejmore në Zotit tonë. E nëse do namazin, do në Allahu Azza wa Jall, nëse madhron namazit, madhroj me leket, dhe transmetoni Imam Bayhaqiu dhe me këtë pe përfundoi thot Abdullah ibn Mesudi dhe kushtoni rëndësi këtë se cilën e ka thonë Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi dhe ke ka njerëz që janë shtillat të xhamive, ka njerëz këtë dunja që janë shtillat të xhamive. A din kanë këto njerëz i kanë miq më të ngushtë të tyre janë melekët. Melekët janë që shoqërohen me to. Nëse një ditë mungon, me një namaz mungon, melekët brengosen çka po të filoni që ser në xhamin. Nëse s'muan thot Abdullah Mesudi shkojnë e vizitojnë ata. Nëse ka nevojë për diçka, melekët e ndihmojnë ata. A nuk do melekët të ndihmojnë? A nuk do të shoqërohesh të miqësohesh me melekët? Allahu Azza wa Jall të ka lartësuar namazli. E sa je privu ti që e ke braktis namazin tanë. Pra thot pejgamberi Allahut, ai që kujdeset për namazin, ai ka dritë në ditën e kiametit, ka dëshmi se është musliman dhe ki është shpëtimtar në ditën e kiametit. Ai që nuk kujdeset për namazin në runa Zot, edin me kanë ringjallën në ditën e kiametit. Ka thonë pejgamberi Allahut, s'ka dritë, s'ka argument sa musliman, s'ka shpëtim ditën e kiametit, ringjallët me Firaunin, me Hamanin,
me Karunin dhe Ubej ibn Khalaf. Ka thonë Ibn Kaimi, pse pejgamberi Allahut të katrit i ka përmend jo musliman këtë rast, edhe pse bashkë këto, nga se Firauni ka qenë president dhe të ndërsh, presidenca nëse të pengon për mos ju përgjigj Zotit tënë, do të rinjallë me Firauni. Hamoni ka qenë minister i Firaunit, nëse ministria të pengon që mos t'i bajt Zotit tënë namaz, do të rinjallësh me Hamonin. Karuni ka qenë biznismen, nëse biznesi jotë më pëpengon që mos t'i bajsh namaz Zotit tënë, do të rinjallësh me Karunin. Ubej ibn Kabi ka qenë tregtar, nëse tregtia jote të pengon që mos t'i bajsh Zotit tënë namaz, do të rinjallësh me to. Këto janë të katrit që i ka përmend pejgamberi Allahut. Ne lutim Allahun azza wa jall të na rinjall Allahu me pejgamberin Allahut, me shokët e pejgamberit Allahut, me njerëz e mirë namazlit që kanë dashur Allahun dhe Allahu azza wa jall i ka dashur ato. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na i dashuron namazin zemrat tona, do ta shohim se do të ndryshon jeta jon, do të rregullohen raportet tona, do të rregullohen çështjet e dunjas, e s'ka dyshim dhe rregullohen çështjet e ahiretit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.